Lidhja e kryeministrit Edi Rama me trafikantin Gjergj Luca dhe dhurimin e afro 2 miliardë eurove pasuri shtetërore është rasti më tipik që përbën objekte subjekt të urdhrit të prokurores së përgjithshme të SBA-ve Pam Bondi për institucionet antikrim të Shqipërisë. Këtë urdhër e bëri të ditur zëvendës drejtori i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Stephen Fields gjatë takimeve në Tiranë më 19 deri 23 maj 2025 me ministrin e brendshëm Ervin Hoxha, drejtorin e policisë Ilir Proda dhe drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani për të goditur krimin e organizuar, kartelet e drogës që veprojnë në Shqipëri dhe bllokimin e aseteve të tyre ekonomike. A do zbatohet urdhri i kryeprokurores së SBA-ve për të hetuar bizneset e trafikantit Gjergj Luca dhe zbuluar cilët janë burimet ekonomike financiare e suporti i tyre shtetëror? Përse policia prej 12 vitesh dhe SPAK prej 5 vitesh e gjysmë nuk kalon në filter aktivitetin ekonomik të biznes trafikantit Gjergj Luca, kur kanë raporte nga DEA, Europol dhe agjenci të tjera partnere për krijim dhe drejtim grupit të strukturuar trafikimin ndërkombëtar droge? Drejtësia amerikane ka informacion të detajuar edhe për rastin Gjergj Luca dhe për lidhjet e tij të ngushta ekonomike financiare me kryeministrin Edi Rama, lidhje që janë pengesa e vetme pse ai nuk preket nga policia e drejtësia shqiptare. Për shembull, është çmenduri edhe ta mendosh që kryeministri Edi Rama disa mbledhje të qeverisë i ka bërë të resorti City Fish Rozafa i Gjergj Lucës në Elbasan, madje Luca ka qenë pjesë e mbledhjeve dhe ka pozuar me kryeministrin dhe ministrat. Ai është personi më i afërt i Edi Ramës që e mbron publikisht më shumë se ministrat, deputetët e drejtues të PS-s manifestuar dhe gjatë fushatës së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025. Kjo mbështetje i pëlqen Bablokut sepse i shkon për shtat si propagandë dhe nxit ta bëj pothuajse për ditë, duke përdorur edhe institucionet shtetërore e mediat pranë pushtetit. Siç është rasti Alfred Pezës, ish deputeti PS-s dhe ish drejtori i RTS-s që e krijoi trafikantit Gjergj Luca hapësirën e një emisioni në podcast ku Luca bëri propagandë për kryeministrin Edi Rama. Ndërsa ky e ka shpërblyer Gjergj Lucën me 2 miliardë euro pasuri shtetërore të dhëna falas në Tiranë, Elbasan, Durrës, Sarand, Vlorë, Shëngjin, Gram, Shprenjas, Librazh dhe Maliq, ku ka krijuar biznese për përpunim peshku, restorante, hotele e kazino. Lidhjet shtet-krim ose më saktë lidhjet e kryeministrit Edi Rama me eksponentë e grupet krimit nuk kanë brirë jo vetëm me Gjergj Lucën, por këto lidhje e prova policia dhe drejtësia bëjnë sikur nuk i shikojnë. Madje aq shpërfillshëm sa detyruan prokuroren e përgjithshme të SBA-ve Pam Bondi të urdhërojë ministrin e brendshëm Ervin Hoxha, drejtorin e policisë Ilir Proda dhe drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani të fillojnë goditjen e krimit të organizuar, kartelet e drogës që veprojnë në Shqipëri dhe bllokimin e burimeve të tyre ekonomike.